Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. Nesër fillon etapa përmbyllëse e procesit më të madh gjyqësor që po zhvillohet në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Në këtë fazë, prokuroria, ekipet mbrojtëse dhe të pandehurit do të kenë mundësi që për herë të fundit i paraqesin trupit gjykues argumentet dhe parashtrimet e tyre përfundimtare. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, po përballen me akuzat të ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar, të cilat ata i kanë mohuar duke i cilësuar si të pabaza. Edhe mbrojtja ka hedhur poshtë këto akuzat duke argumentuar se UÇK-ja nuk ka pasur një strukturë të organizuar komanduese dhe se krimet që u atribuohen 4 të akuzuarve nuk janë të provuara. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se të gjitha konfirmimet për pjesëmarrje në seancat përmbyllëse janë dërguar të personat që do të ndjekin procesin nga afër, që janë caktuar të mbahen nga 9 deri me 13 shkurt në Hag. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në paraburgim nga nëntori vitit 2020. Një situatë e tensionuar është shënuar mëngjesin e sotëm në hapësirat përreth tregut e automjeteve në Prishtinë, ku ka pasur përplasje verbale mes zyrtarëve të policisë së Kosovës dhe shitësve ilegal. Tensionet kanë shpërthyer pasi shitësit kanë tentuar të bllokojnë rrugën në shenjë proteste për shkak se nuk po u lejohet të shesin produkte të tjera përveç pjesëve të automjeteve brenda tregut. Komuna Prishtinës nëpërmjet inspektoratit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, nga ora 5 e mëngjesit nisën një aksion të përbashkët në këtë lokacion dhe në zonat përreth. Sipas autoriteteve, qëllimi i këtij aksioni ishte lirimi i hapësirave publike dhe parandalimi i shitjes ilegale të shpezëve. Atyre që nuk e kanë përfillur urdhrin e inspektorëve u janë shqiptuar gjoba. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 2 aksidente trafiku me fatalitet, ndërkaq që 24 të tjerë kanë rezultuar me persona të lënduar. Po ashtu janë regjistruar 32 aksidente trafiku me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe, Policia e Kosovës ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik si pjesë e aktiviteteve për rritjen e sigurisë në komunikacion. Në 24 orët të fundit janë arrestuar 19 persona, prej të cilëve 18 janë dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës ka bërë thirrje për respektim të rregullave të trafikut dhe ligjit me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe rritjes së sigurisë publike. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se është rikthyer në operim njësia A5 e termocentralit Kosova A. Në njoftim thuhet se rikthimi është bërë pas sanimit të suksesshëm të rrjedhjeve të paraqitura, duke përmbushur të gjitha kushtet teknike të sigurisë për vazhdimin e operimit të rregullt. Keku njofton se termocentrali Kosova A po operon me 3 njësi gjeneruese aktive dhe mbetet e përkushtuar ndaj operimit të sigurt, stabil dhe të përgjithshëm në funksion të interesit publik dhe sigurisë energjetike të vendit. Bashkimi ka fituar derbin ndaj Yllit me rezultat 68-63 në palestrën 13 qershori në kuadër të Superligës së Kosovës në basketbol. Bashkimi ka triumfuar në derbin e zhvilluar në Therant, duke mposhtur Yllin me rezultat 68-63 në kuadër të Superligës së Kosovës në basketbol. Ndeshja e zhvilluar në palestrën 13 qershori ishte fortë dhe me ritëm të lartë nga fillimi deri në fund. Çereku i pari takoi vendasve, të cilët u mbështetën në gjuajtjet nga distanca të Scott Bamford dhe të Antoine Scott për të krijuar një përsi të lehtë 25-23. Në periudhën e dytë, Bashkimi e kontrolloi më mirë lojën. Shannon Shorter organizoi sulmin me qetësi, ndërsa Kenny Water GR kontribuoi në zonë duke bërë që mysafirët të shkojnë në pushim me avantazh minimal
40-39. Pas pushimit, bashkimi shfrytëzoi gabimet e yllit, realizoi pikë të lehta në tranzicion dhe rriti diferencën. Ylli mbeti në lojë fal treshëve të Bamford dhe lojës së fortë nën kosh të Brandon Hoffman, i cili regjistroi 11 pikë dhe 12 kërcime. Në çerekun e fundit, vendasit tentuan rikthimin, por kontributi nga stori Malcolm Armstead dhe vendimarrja e saktë e shorterit në momentet të vendimtare i asiguruan fitoren bashkimit. Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka quajtur armiqtë e Italisë protestuesit kundër lojrave olimpike, pas trazirave dhe përleshjeve në qytetin Nikoqir të Milanos. Kryeministrja Giorgia Meloni i ka dënuar protestuesit anti-olimpik si armiq të Italisë pas dhunës në periferi të një demonstrate në Milano të shtunën në mbrëmje dhe sulmeve sabotuese në rrjetin hekurudhor kombëtar. Incidentet ndodhen në ditën e parë të plotë të garave në lojrat dimrore që Milano, kryeqyteti financiar i Italisë, është Nikoqir së bashku me qytetin alpin të Cortina d'Ampezzo. Meloni vlerësoi mira italian që sipas saj po punonin që lojrat të zhvilloheshin pa probleme dhe të paraqisnin një fytyrë pozitive të Italisë. Pastaj janë ata që janë armiq të Italisë dhe italianëve që demonstrojnë kundër lojrave olimpike dhe sigurohen që këto imazhe të transmetohen në ekranet televizive në të gjithë botën, ka thënë Meloni. Një grup prej rreth 100 protestuesish hodhën fishek zjarre, bomba tymi dhe shishe drejt policisë, pasi u shkëputën nga grupi kryesor i një demonstrate në Milano. Rreth 10.000 njerëz kishin dalë në rrugët e qytetit në një protestë për kostot e strehimit dhe shqetësimet mjedisore të lidhura me lojrat. Policia përdori topa uji për të rivendosur rendin dhe arrestoi 6 persona. Gjithashtu të shtunën autoritetet thanë se sabotatorët kishin dëmtuar infrastrukturën hekurudhore pranë qytetit verior italian të Bolonjës, duke ndërprerë udhëtimet me tren. Policia raportoi 3 incidente të ndara në vende të ndryshme, të cilat shkaktuan vonesa deri në 2 orë e gjysmë për trenat me shpejtësi të lartë. Policia italiane ka marrë kompetenca të reja arrestimi pas dhunës fundjavën e kaluar në një protestë nga e majta ekstreme në qytetin e Torinos, në të cilën u lënduan më shumë se 100 oficer policie. Autoritetet ruse e kanë thënë se është arrestuar në Dubai personi dyshuar për sulmin ndaj generalit të lartë. Shërbimi Federal i Sigurisë njoftoi se personi dyshuar i është dorëzuar Rusisë. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России. Shërbimi Federal i Sigurisë Ruse ka thënë të dielën se personi i dyshuar që kreu atentatin ndaj oficerit të lartë të inteligjencës ushtarake ruse, Vladimir Aleksejev në Moskë, është ndaluar në Dubai dhe i është dorëzuar Rusisë. General Lejtnant Vladimir Aleksejev, zëvendësdrejtori i GRU-s, kraut të inteligjencës ushtarake të Rusisë, u qëllua disa herë në një blok apartamentesh në Moskë të premten, thanë hetuesit. Ai u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale pas të shtënave, sipas mediave ruse. FSB tha se një shtetas rus me emrin Lubomir Korba u ndalua në Dubai me dyshimin për kryerjen e të shtënave. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov akuzoi Ukrainën se qëndron pas atentatit, i cili, sipas tij, ishte projektuar për të sabotuar bisedimet e paqes. Por Ukraina ka thënë se nuk kishte të bënte fare me atentatin. Shefi Aleksejevit, admirali Igor Kostyukov, që është kreu i GRU-s, ka udhëhequr delegacionin e Rusisë në negociatat me Ukrainën në Abu Dhabi mbi aspektet e sigurisë të një marrëveshje të mundshme paqeje. Disa figura të larta ushtarake ruse janë vrarë nga pajisje shpërthyese ose janë qelluar për vdekje në Moskë në sulme për të cilat fajsohen shërbimet e sigurisë ukrainase që nga pushtimi rus i Ukrainës në vitin 2022. Ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen.